Shikues e televizionit Skan, mirëmbrëma, ja ku takohemi sërish së bashku si çdo të hënë në Pros and Cons. Rreth 2.4 milion turist kanë ardhur në Shqipëri në 4 muajt e parë të vitit, duke dhënë sinjale të qarta për një sezon të mbar turistik veror, por jo vetëm. Por pyetja është kush të shërbejë këtyre turistëve në mungesë të fuqisë punëtore. Për të diskutuar avantazhet dhe disavantazhet që ka sektori i turizmit, kam të ftuar zonjën Suzana Aga, sipërmarrëse në punësim, njëkohësisht drejtuese, një kompani shumë të mirë për punësimin. Faleminderit, mirë se u gjeta. Dhe zotin Zak Topuzi, kryetari i shoqatës së Hotellerie Turizmit, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Ndalemi pak te pros and conset që ka turizmi aktualisht dhe që i kemi nxjerrë paraprakisht. Tek avantazhet përmendim rritjen e numrit të turistëve, që është një lajm i mirë për ekonominë dhe për vendin, më shumë vende pune dhe rritje të ardhurave për ata që punojnë në turizëm. Nga ana tjetër, tek disavantazhet përmendim mungesën e fuqisë punëtore, që në fakt nuk është një problematikë e tanishme, po ka vite që po bëhet problematik, mungesën e kualifikimeve për stafin që punon aktualisht në turizëm, si dhe të ardhurat të paqëndrueshme ose thënë ndryshe sezonale. Megjithatë, si duket ky vit në optikën tuaj sa i takon turizmit në makro? Çfarë presim? Le të shohim avantazhet, disavantazhet, çfarë presim? Është një vit më i mirë se viti që kaloi, jo aq i mirë sa ai. Jemi diku 5% më shumë, por mos harrim që edhe bota nuk është mirë. Pra Europa është diku 3% më pak. Amerika është shqetësuar se ka më pak, po ajo shqetësohet edhe për 0,5% më pak turist, dhe nga vitin vit po vjen duke ulur, si duket politikat e gabuara që ajo po ndjek. Por e mirë është që sezoni, ose më mirë, sezoni pik është pothuajse 80% i okupuar, pasi kaq janë kapacitetet shqiptare, ne nuk është se kemi shumë krahasim me sipërfaqen, me territorin, me resurset që kemi, dhe duket një trend pozitiv. Deri në vitin 2040 do kemi një rritje, si botë, gati 7%. Europa sigurisht është pjesa më e rëndësishme dhe do ta ketë këtë gjatë këtyre 15 viteve. Tani turizmi nuk është më industri, është mënyrë jetese dhe ulja e kostove të fluturimeve, përmirësimi infrastrukturës rrugore këto 20-30 vjet, kanë bërë që destinacionet të jenë më të aksesueshme dhe të kesh mundësi të shkosh më shpejt. Tani nuk diskuton më ku do shkojmë verë, ku do shkojmë dimër, por tani thonë ku do shkoj këtë javë, dhe kjo ka bërë që bires problemi që ne është tani janë gati 260.000 shqiptarë që kanë dalë më shumë se sa të huaj që kanë ardhur, kur deri tani ne kishim diferencë bilanç negativ, pra kishin më shumë turistë se sa njerëz që dilin nga Shqipëria. Çfarë kemi ne si pikë të fortë si vjet për turizmin? Si avantazh shumë të fortë, ndaj edhe vendeve të rajonit, le të themi, por edhe vendeve me tipologji të njëjtë si Greqia apo. Ne nuk është se kemi në gjë të veçantë. Po për çfarë vinte ne? Natyra, domethënë një vend për të eksploruar, kemi paketat më të lira në Europë. Çmimet. Dhe kjo paketa, kur them paketa, tani ka hyrë dhe pjesa e transportit me avionët janë me low cost, me 20 euro, 30 euro, 50 euro mund të lëvizësh, po ti se mendon disa muaj përpara për të planifikuar pushimet. Kështu që kjo të jep mundësi që është më mirë të thosh se sa të rish në shtëpi, se do harxhosh më shumë, ose duke u thuar ti mund të shohësh ato vende që ndoshta me të ardhurat tënde nuk i shikojnë dot përpara. Pra ke fluturime brenda ditës, ti mund të nisesh në mëngjes në Milano me 20 euro, marrësh dhe një sanduiç me vete, e të blesh një kafe, e të harxhosh 2-3 kafe gjatë ditës, me fjalë me 50 euro, ti mund të bësh një pushim dhe ndarke në shtëpi. Këtë gjë nuk e bënje dot më parë, bileta ishin 400-500, do të puthonje sot do flinje diku, pra është lehtësuar në përgjithësi Logjistika për të përfituar nga turizmi. Kjo ka bërë që turizmi të kthehet në industri më të rëndësishme botërore sot. Domethënë i ka kaluar gjithë industritë e tjera, po ti mbledhësh disa industri bashkë, nuk kapin më turizmi, që ke industri e makinave apo të tjera. Pra është një trend pozitiv botëror që mbas pandemisë njerëzit e kuptuan që nuk është çështje pasurie
po duhet ta jetosh jetën, ti mund të bësh 3 punë, mund të sigurosh të ardhur, po nuk e jetove, mund të ikësh dhe sigur të kishe miliarda euro, në një moment saktuar njësoj se i s'ka as 5 lek në gjep. Qartë, edhe i ke lënë stok. Ndërkohë, Suzana, a ka më shumë vende pune në qarkullim në industrinë e turizmit dhe a shtuar kërkesa për staf e të gjithë bizneseve me cilët ju bashkëpunoni? Po, këtë vit, pra viti 2025, ecën paralelisht me vitin 2024, që do të thotë janë 2 vite që ndodhë që në janar fillon rekrutimi i punojësve të huaj. Kjo ndodhë pasi ka largim të punojësve që janë shtetas shqiptar, në vende të tjera si Gjermania apo Itali, preferojnë ose në sezon mund shkojnë në Greqi dhe këto shtetet fqinja. Ritmi është i lartë, fillon, do të thoya që është i barabartë me 2024. Bizneset kërkojnë specifikisht staf të huaj tek ju, apo kërkojnë fillimisht staf shqiptar dhe nëse ju nuk keni staf shqiptar, le ta plotësojmë me të huaj? Ne kemi disa vite në treg dhe e njohim shumë mirë tregun e punojësve. Gjithë jemi me dëshirë shumë të madhe për të punësuar shtetas shqiptar, sepse din gjuhën, kanë të njëjtën kulturë e tjerë, por fakt është që nuk ka më punonjës shqiptar. Pra, punojësit shqiptar janë të paktën, sidomos profesionistët, por dhe punojësit që nuk janë profesionistë nuk kanë të njëjtën ritëm si një punonjës i huaj dhe nuk është më zgjedhje, por është zgjidhje. Dhe të gjithë bizneset që vinë specifikisht nëse disa vite më përpara thonin na shiko punojës shqiptar se mund paguaj dhe më shumë, patjetër që paguaj më shumë për një punojës shqiptar, por faktikisht nuk gjej zgjidhje sepse dhe lëvizja e punojësve shqiptar është shumë e madhe. Pra duhet të them, ka edhe një mos korrektes që mua vjen shumë keq që ta pranoj, por ata të cilët përbëjnë pjesën e punojësve shqiptar profesionist dhe jo profesionist, kanë tendencën që vendin e punës mund të ta lënë edhe brenda ditës dhe nuk mbajnë fare përgjegjësi. Kodi i punës shqiptar nuk është se mbron biznesin nga kjo gjë, kështu që është dhe një formë sigurie punojësi huaj, është kthyer tashmë. Sa keni sjell këtë vit? Ne kemi sjell, ne punojmë në gjithë Ballkanin, kështu që ne jemi plus 1200 në gjithë Ballkanin. 1200 punojës që kanë ardhur këtu 4 muaj. Po. Si e shihni situatën sa i takon fuqisë punëtore? Si do ta përballoni këtë fluks të rritur të turistëve? Në fakt, mbas pandemisë, problemi kryesor në botë është punojësit. Një nga arsyet është dhe kjo që thash pak përpara, që do filloj që në Amerikë, që celët që bëni nga 2 punë, hoqën dorë dhe për njerë mbetën 4.500 vende bosh dhe kërkonin 4.5 milion vende bosh, sepse bëni nga 2-3 punë dhe pasaj mblodhën mëndja, thamë, po ja i mblodhën këto lekë, mund t'ikim nga pandemia dhe hoqën dorë. Deleguan. Dhe filloj një, po themi, problem për fuqinë punëtore, dhe kjo nuk është vetëm në vendet si Shqipëria, po kjo është një problem, po themi, europian, me që po merrem me Europën. Problemi që diskutohet tani është ky, a është Shqipëria një vend që duhet të bëj politika për të ardhur punojësit tuaj, ndërkohë që është një vend i cili nuk është se ka paga të pranueshme, nuk është se ka legjislacion që të mbron, dhe nuk është se Shqipëria, duke qenë një nga eksportuesit e Ballkanit, të marrë punonjës të tjerë, ndërkohë që me politika, po themi, ekonomike, sociale, mund të zgjidhë problemin brenda vendit. Dhe ne kërkojmë, pra qeveria është në fazën përfundimtare të një marrëveshje me Filipinet për 30.040 punonjës. 30.000-40.000 punonjës. Kështu thot, për këtë vit. Domethënë për këtë vit. Jo, nuk e ka caktuar si emër ti. Ndërkohë që Shqipërisë i largohen 30.000-40.000 punonjës në vit. Dhe tani nuk është se i largohen punonjës të specifikuar, por tani i largohet çdo njeri që ka këmbë edhe dorë dhe mund të punojë. Po pse ku t'ja shfaq strukturave akomoduese që nuk ofrojnë kushte të mira, i politikave shtetërore, pse ikin këta punonjës? Turizmi shqiptar është sezonal. Në 117 vende të kuotuara në botë, Shqipëria është në vendin e 108, pra 9 vendet e fundit. Me i turizëm 3 deri në 5 muaj, ti nuk mund të mbash punonjës kualifikuar dhe punonjës të specializuar
dhe pagat lartë. Ai mbas 5 muajsh, apo 6, apo dhe 7, do të largohet dhe ti nuk je i sigurt do të rikthehet më aty apo jo. Pra në këtë lloj forme ti pengon trajnimin e tyre, formimin e tyre profesional, por pengon edhe si më thënë idenë e një pune domethënë një zgjidhje përfundimtare të një pune. Pra është mungesë e politikave shtetërore, po e themi. Në këtë rast. Totalisht mungesë e vizionit të qeverisë tonë, duke kujtuar se turizmi jetën vetë, ne jemi në atë fazë që lopën po ta shëtisësh, do haj barë, do prodhoj qumësh. Po tani nuk është puna me prodhu 5-10 litra, tani duhet prodhosh 50. Po pra, çfarë duhet bëjmë në këtë rast, Zak? Do me thënë, modeli grek i turizmit, a mund të aplikohet në Shqipëri? Po pra, ne kemi vite që po kërkojmë me ngulm qeverisë që të përdori modelin grek italian, se është po i njëjti, apo rajonal, se nuk është në çudi. Ku konsiston ky model? Ky konsiston në një kontratë, pra punojësit sezonal, konsiston një kontratë me kompaninë e cila, pra ka një hotel, i cili mban në punë 8 muaj punojësin, duke pas parasysh 7 muaj punë dhe 1 muaj pushime, dhe 4 muaj ja paguan shteti, bashkë me sigurimet shoqërore, me një pagë, po themi diku 400-500 euro. Minimale. E mjaftueshme për të jetuar. Dhe kjo ka bërë që gati gjysma e punojësve të turizmit në Greqi të jenë me origjinë shqiptare. Kudo që vete do ta takosh. Dhe ata nuk është se janë punojës se cilët shkojnë për të bërë të pasur. Ata janë thjesht për mbijetuar. Për të nxjerrë një rrogë gjithë vjetore, le ta them. Aq janë me gjithë kostot, nxjerrin një rrogë, ndërkohë që pra ata paguan 800 deri 1200 euro, ndërkohë që dhe në jug ke 800 deri 1000, ke edhe 2000 euro. Një nga kuzhiniert më të mirë aty merrte 2500 euro dhe e quante në Greqi, ishte më i miri në atë resort. Kurse këtu ke edhe 4000 euro në muaj në rast se do punosh në jug. Aq më tepër që ka strukture që e marrin në punë me kontratë menaxhimi. Pra, ja ku është restoranti, menaxhohet, sigurohet të ardhurat, vetëm unë dua të ri rehat që mos mbeten pa kuzhinë. Pra, është gjëja më e thjeshtë që ti dhe është tërësisht i aplikueshëm në Shqipëri. Ka një kosto minimale, le të them. Po të bësh një llogari të thjeshtë, duhen 50-60 milion euro në vit për ta mbyllur këtë cikël. Ndërkohë që ti, pra duhet dish të gjë, duhet bësh një analizë, pra çdo turist fut në punë 7 deri në 8 punojës. Vetëm kaq duhet kuptosh. Pra është cikli, pra kur themi turizmi konsiderohet bashkë me udhëtimin, dhe këtu nuk bëhet fjalë për punojësin që shërben vetëm, po është gjithë zinxhiri që lidhet, që ke avioni, transporti, baçevani, bujku që prodhon domaten, domethënë gjithë zinxhiri i tillë lidhen me këtë. Ne kemi bërë një studim, PNUD-i, bashkë me shoqatën tonë, para 2 vitesh bërë një studim, për edhe midis të tjera ishte edhe a kërkojnë, a kanë nevojë për bizneset huaja, industria turistike, dhe vetëm 5% ishin dakord me marrjen e punojësve të huaj. Pse? Sepse duke qenë një industri sezonale, ai nuk ka mundësi të paguaj për një të huaj, i cili ka koston më të lartë se sa një punojës shqiptar, ta paguaj atë gjithë vitin, ndërkohë që ai punon vetëm 5 muaj apo 6 muaj. Dhe ndërkohë që 80% e gjithë bizneseve të turizmit në Shqipëri janë biznese familjar. Pra ti ke 2000 hotele dhe 61.000 shtretër. Pra i bie 30 shtretër për hotel mesatarisht në Shqipëri. Ky nuk mund të mbaj dot punojës me rrogë që kostoja i shkon nga 800 deri 1000 euro, ndërkohë që duhet i sigurohet e fjetin, domethënë bashkë me to tjerë. Jeta pyesim pak Suzanën se si i mbajnë strukturat të punojësit e huaj, se përsa kur shqiptarët nuk janë të kënaqur, më lind pyetja pse janë të kënaqur filipinezët, po them, apo kombësitë e tjera nga i sjellni ju. Se pra doja të thoya që
nuk e dia është momenti tani për të bërë politika e qeveria apo duhet ishte para disa viteve, sepse aktualisht me universitetet që ne kemi, që kanë prodhuar individ me juridik ose ekonomik, që janë pa përshtatshëm fare për tregun dhe ngelen të papunë ose zgjedhin të ikin jashtë Shqipërisë sepse nuk kanë qenë ato profil, pra nuk kanë zgjedhur që të bëhen mekanik hidraulik të punojnë në hoteleri. Mua më duket shumë vështirë edhe nëse fillon sot, sepse si do ta zgjidhim sot, pra hoteli sot a gjen dot profesionist një ndihmës kuzhine, me shumë mundësi nuk e gjen dot, sepse është një numër shumë i pak që janë profesionistë të vërtet, dhe normalisht që është bërë si liga e futbollistëve e ngren sa më shumë atë stekën e pagës. Për sa i përket mënyrës se si punojësit e huaj qëndrojnë në Shqipëri, kushtet janë shumë të mira, sepse akomodimi është i garantuar dhe ushqimi garantojnë. Pra, akomodimin e garantojnë strukturat akomoduese, hotelet në këtë rast, apo jo? E garantojnë, nuk është problem, dhe ushqimi është nga hoteleria, pagat janë më të ulta se sa stafi vendas. Sa varion një pagë për një punonjës të huaj? Për një sanitare është 500 euro neto paga e një punojësi, ndërkohë që një punojës shqiptar paguhet më lartë se kaq. Dhe ndihmësi i kuzhinës 600 deri në 650 euro, krahasuar me 800-850 euro që do një punojës shqiptar, pra kostoja një punojësi të huaj sot shkon, e kam thënë dhe herë tjetër në studi, shkon paralelisht me një punojës shqiptar. Për shkak të diferencës më parë, po, nëse ti do marrësh një ndihmës kuzhine me 600 euro neto paga, do kesh kosto akomodimi, strukturat e hotelerisë kanë më të lirë. Po, nëse ti në një tetor do ta mbyllësh. Po, çfarë ndodh kur mbyllet hoteli? Me këtë punojës. Atëherë, në momentin ka disa zgjidhje, ose mund ta marrësh sezonal, pra për 4 muaj punonjës, sepse rekrutimi tani në Shqipëri është faktik dhe bëhet edhe brenda vendit. Pra, sillet punonjësi, rrin 4 muaj dhe pastaj mund të shkalojnë në një strukturë tjetër, në një biznes tjetër. Pra, e kalon në një biznes tjetër, ai nuk ikën, nuk kthehet pas në Filipina. Po, ka të drejtën si ka shtetas të cilat kanë 5 vite në Shqipëri, është një qytetar i Republikës së Shqipërisë, vendos për 4 muaj në një marrëveshje të sigurt me biznesin, pas 4 muajsh kalon në një biznes tjetër. Pra, biznesi nuk është e merr përsipër ta paguajë gjithë vitin. Jo, nuk e merr përsipër. Në këtë kushte është nuk është e njëjta me një punonjës shqiptar, por që shqiptarët nuk e pranojnë këtë lloj kapërcimi, kanë përshtypjen se kanë edhe më shumë kërkesa. Shiko, problemi kryesor është ky. Po them, si më thonë, rekomandimi që tha Organizata Botërore e Turizmit në momentin që filloi pandemia. Të gjithë vendet e botës filluan punë e parë të largojnë punonjësit. Alarmi më i rëndësishëm që u dha në të gjithë mediat dhe në të gjithë informacionet ishte edhe qeverive. Mbani punonjësit e turizmit sepse janë aset kombëtar. Janë punojës të cilët jo vetëm duhet dinë 2 gjuhë, minimumi, po duhet jenë punojës që kanë mundësi komunikimi, pra që është një aftësi specifike. Jo çdo njeri e bën punën e shërbimit, kamarierin, kuzhinjerin, dhe do të pendoheni, do me ato vende që nuk do të mbajnë ta punojës pra me paga, do të pendohen më vonë dhe ja çfarë ndodhi. Një pjesë e mirë e vendeve nuk i zbatuan këto zgjedhje. Ne ishim nga ata që nuk e zbatuan fare, ne vetëm 3 muaj u dham një pagë minimale dhe u larguan të gjithë ta punojës dhe zunë një punë tjetër apo ikën jashtë shtetit. Dhe ky është problem madhor. Tashti, po tjesë ne do këshin zbatuar dhe standardet që ka për cilën tani është kujtuar Ministria, hotelet me 4 yje, me 3 yje, me 5 yje janë detyruar që të mbajnë punojës të kualifikuar, të trajnuar dhe të gjitha këto janë kosto për një biznes. Dhe në momentin që ti ke punojës jo të trajnuar, jo të siguruar plotësisht, atëherë për ty nuk është problem që të marrësh një tjetër. Ti mund të gjesh në Shqipëri një recepcionist i cili nuk ka lidhje fare me shkollën e profesionin e recepcionit. Ai thjesht ka bërë shkollën di anglisht apo italisht dhe asgjë tjetër. Dhe vetëm të regjistroj si e ke emrin, mirupafshim. Sot nuk është më ky. Pra kërkohet cilësi, kërkohet stafi kualifikuar. Tani kërkohet standard. Dhe turisti vetë kërkon. Duhet menaxhim, duhet shkollë për këtë punë, duhet trajnime për këtë punë dhe këto nuk janë gjëra të thjeshta. Prandaj ne kemi rekomanduar 3 gjëra kryesore. E para, subvencionimin e shkollave profesionale dhe universiteteve.
në mënyrë që këta nxënës në këtë moment që ti kërkon, të mos shkojnë mbaroj juridikën dhe të vitë punoj kamarier. Ajo që the Suzana, po. Unë kam, të gjithë kemi në punë, me juridik, me ekonomik, me master shkencor, me master gjithë, ai punon kamarier, recepcionist tjetër. Jo, ai të vitë mbaroj shkollë profesionale dhe shkollë turizmi dhe t'ja paguaj shteti rrogën. Pra për një familje normale në Shqipëri, të heqi qave shpenzimet e fëmis e njërit apo dy, është gjëja më e rëndësishme sot, sepse është kosta më e madhe për një prind. Shteti duhet ta bëjë. Filloi me shkollën e Durrësit, e stopoi edhe kaloi në dy deg. Po turizmi nuk ka vetëm recepcion edhe kamarier. Ka disa lloje gëzime. Ka disa gjëra tjera. Edhe domethënë kjo e dyta, subvencioni i punojësve të turizmit. Pra ti nuk mund të pretendosh për punojës cilësor dhe punojës që të vazhdojnë, ndërkohë që ati i thuan tetor, hik dhe hajde në prill apo në maj. Dhe gjitha këto janë dhe rregullimi i kodit punës. Që ti mbrojtur punojësi. Që ti mbrojtur punojësi është më i mbrojtur se sa vetë domethënë në punëdhënësi, por që kontrata të ketë detyrime ligjore. Po ta provosh, po të japi shembull që në një resort ndërtoi një biznesmen një resort në Greqi dhe unë kontaktova me ata, thashun të shkoj si vjet si e ke kështu, po nuk e hapa dot. Pse? Po tha nuk gjeta dot stafin e kuzhinës, sepse ishte pikë kyçe dhe ai nuk prishte dot kontratën që kishte bërë me një institucion tjetër aty, me një hotel tjetër, dhe duhet të rinte se kishte 2 vjet kontratën. Pra ai nuk hapi një resort me 150 doma, vetëm se ky nuk prishte dot kontratën, kurse ty të hikën kuzhinjeri, në moment e thot nesër nuk vi. Pra nuk është i mbrojtur as individi, po as punëdhënësi, as punëmarrësi. Të gjitha këto janë element bazë që një shtet duhet i rregullojë. Mund të them 2 fjalë tani, meqense qeveria sapo ka mbaruar strategjinë e turizmit 2025-2030. Strategjia është bërë nga ekspertët më të mirë, pothuajse europian, kryesisht kroat bashkë me grupin shqiptar. Kjo ishte kërkesa jonë kryesore, përveç të kërkesave tjera, dhe kjo u përfshi në strategjinë që ata kanë dhënë. Nuk e di tani sa do ta... Kur do zbatohet? Sa do ta miratoj, e kupton se është tani në fazën përfundimtare që qeveria e ka në dorë, ministria në dorë, nuk e di sa do ta miratoj këtë kërkesë dhe sa do t'japi fonde, se nuk është problemi për ta bërë. Ne strategjitë i bëjmë i qajmë, po vjen puna pastaj. Problemi është implementimi i tyre, zbatimi siç duhet. Dhe të kesh qindra mijëra shqiptar jashtë që punojnë në këtë sektor dhe janë ndoshta nga më të kualifikuarit, dhe të mos kesh mundësi të thrasësh të vinë të punojnë në Shqipëri për gjëra fare minimale, domethënë unë nuk di se çfarë emri mund t'i vesh kësaj situate. Dhe t'i japim kohë. Po, pyetja ime është ka po i merrni tani punojësit e huaj veç Filipineve, sepse Zaku e tha pak që qeveria kanë plan të sjellë 40.000 punonjës. Nuk e di se çfarë do thotë kjo për ju, a është gjë e mirë? Për ne, normalisht agjensit, nëse do bëhet, i prek direkt, sepse do jetë vetë biznesi që do kontaktoj me le të themi punojësit, por ka kohë që është hedhur si ide në treg. Ne punojmë Ballkan, kështu që në rregull jemi. Ndërkohë, nga po vinë kryesisht përveç Filipineve? Kryesisht në hoteleri ne Filipinë dhe Myanmar rekomandojmë. Janë 2 shtete që kanë shumë kulturë në shërbim, në hoteleri, turizëm. Te këto jemi të fokusuar. Pastaj fabrikat janë më shumë të orientuar drejt Afrikës, Indisë, Egjiptit, shtetet e tjera. Kryesisht vim për profesione në turizëm, po flasim, me që jemi në fushën e turizmit. Vim për profesione elementare, pra po themi sanitar, punojësit vinë të specializuar. Këto shtete janë shtetet më të zhvilluar për sa i përket turizmit. Dhe normalisht janë disa nga shtetet e pakta që kanë certifikata, por certifikatat të cilat janë të verifikueshme dhe të njohura, vinë në çdo profesion, nga recepcioni, kuzhina, ndihmës kuzhinjere e tjerë. E vetmja gjë që ne themi, normalisht që janë shtete aziatike, kuzhina nuk është e njëjtë me kuzhinën që është në shumicën e hotelerive që janë në Shqipëri. E ka zgjidhur dhe ne kemi zgjidhur me punojës nga Turqia. Pra momenti që kërkohet që të ketë kuzhinë të njëjtë me kuzhinën që përdoret në Shqipëri, punojësit turq janë zgjidhja.
Pra në hotelet all inclusive, po thua që përgjithsisht janë punonjës turq ata që gatuajnë. Po. Janë kuzhinierë turq. Në çdo, besoj, në pjesën më të madhe të hoteleve tani, ne kemi dyqane të vogla, kërkojnë një punonjës. Pra situata aktuale është kjo, jam shumë dakord që duhet bëhen shumë politika që të mbajnë shtetasit që janë vendas. Qeveria mori një nisëm në prill, shpresonim shumë që ta kishte seriozisht për sa i përket kthimin e emigrantëve nga Greqia është shumë e mirë, sepse emigrantët në Greqi dhe në Itali janë në kushte të këqija. Pra, janë më keq se sa jetojmë ne në Shqipëri që kemi një profesion të mirë dhe një punë të mirë. Po për çfarë duhet kthehen emigrantët nga Greqia? Unë kam dëgjuar raste që njerëz nga këtu, kryesisht student që janë pushim 3 muajt e verës, shkojnë dhe zgjedhin resortet greke për të punuar në turizëm dhe nuk zgjedhin resortet shqiptare. Pse? Atëherë, në qoftë se, besoj është, e shpjegoj pak a shumë zotëria me masat që merren, dhe në qoftë se qeveria shqiptare atë nisëm që merrte, do ta mbështeste me një paketë shumë të mirë. Pra një emigrant i cili ka një familje, i bën dhe një paketë mbështetëse për disa kohë, një vit ndoshta, që të ketë dhe ambientin. Shumica e shqiptarëve që janë në Greqi ose Itali kanë shtëpit në Shqipëri, pra hiqet kjo si kosto. Mund të jepet subvencionim për fëmijët, po flas këto që shkojnë për 3 muaj, vetëm për 3 muaj, jetojnë në Shqipëri, shkojnë të 3 mujorëshin që kanë hapësirë që ta shfrytëzojnë, në fakt shkojnë andej. Ne në punën tonë të përditshme, në Greqi dhe Kroaci nuk bëhet fjalë më për shtetas nga Ballkani, që është pra nga fqinjet, nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, sepse nuk ka. Dhe në këto shtete kemi futur punojës filipines. Pra se sa zgjedhin shqiptarët, unë këto nuk di ta them, sepse klientëve të mi s'ja kam siguruar dot, unë me filipines ja kam përmbushur kërkesën që kam pasur. Mirë, do shkojmë një hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish në studio për diskutuar se kush do të shërbejë turistëve gjatë këtij sezoni.